e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Koha Vizionit e Gjus të Glam Radios. Ju dëshirojna mirë se ardhin në një avtre këtu me emisionin Drive Me Crazy, ku nga ky moment deri në orën 17, kur jemi me Koha Vizion ju presim me telefonata, ndërsa deri në orën 18 bashkë me Fionën ju presim në Glam Radio edhe për pjesën e dytë. Po shpresojmë që keni pas javën e mirë, e keni pas javën shumë suksesshme. Kjo është kolegja ime më e re, ashta nuk po e njihni, është po kolegja ime Fiona Xhema Trosh super rap, po e re, brendoje. Sot kështu pe nisim javën freskëtësim, natyrë. Thash do të mi përkrav këto sanet i nuk më besojshë mu. E vërtet. Apo? A zoma. Nesë me mbojnë të sa të kesh. A more më qfari, ili. Përshëndetje gjithve nga të qeni duke na ndjek në këto momente. Uroj që keni pas një super fundjavë dhe java e re na ka nisë kështu kogja freskët me temperaturat larta. Uroj që kena me shiju edhe kena me u knaq maksimalisht kudo që kena me vendos me i kalu pushimet apo edhe ju që një punë në javën ku pe kaloni. Mirë, dhe sot si çdo ditë tjetër kemi një temë për cilën do të flasim gjatë minutave në vazhdim, e që ka të bëj pikërisht me pushimet. Cilat këshën me qenë idealit tim? Veç mos më thuj me familjen. Jo, tash se këtu kjo tema dim përfshim pushime edhe dimrore edhe pranverore edhe verore edhe aty nuk ka. Po pushimet pushimet më të mira kishin me qenë mal dikon. Mal? Në këto momente e ki fjallë na kështu përgjësi? Gjithmonë, dikon në mal. Me qenë edhe detin mal i shkon perfekt. Në mal, po me pamje ka deti. Po tash me qenë edhe në detin mal i shkon perfekt. Po, Kosova definitivisht ka vene shumë të bukra malore, ku edhe mundesh me i kalu pushimet sim, edhe me pamje nga lumi, nga liçeni, nga deti, nejse nga deti, s'kena po në më Shqipëri. Nejse, 079-978-978 numri telefonit, na shkruni, na telefononi, masi ta dëgjojmë edhe këngën e parë, që shkoha dhe zakon emisioni, po dëgjojmë këngës, di që ka përgjithësimi. Është Kelly Saudesh. Vetëm se kam fillu me arrit edhe informatat e para sa e përket komunikacionit për ditën e sotme, po na tregojmë për ato pjesë më të ngarkuara se ku janë. Përndryshe pjesë e ngarkuar në këto momente është pjesa poshtë Vetrniku deri tek rrethi Duplex, e ngarkuar është rruga Agim Ramadani tutje për tek udhkryqi i Menzës nga komuna, por alla na sjelltas po shihet pjesë e ngarkuar. Pastaj e ngarkuar është edhe pjesa nga rrethi në drejtim të Fushë Kosovës, nga rrethi Fushë Kosovës drejtim Prishtinës. Masaktësisht po shihet shumë e ngarkuar kjo pjesë. Çatu e kanë edhe Petrol kompaninë dhe jo vetëm aty, po edhe në shumë pika tjera sot mundin me shku me përfitu nga çmimet më të mira derivateve, më të mira dhe më cilësore. Edhe mos harroni mu bë pjesë e lojës shpërblyese. Kushdo që furnizohet në vlerën më shumë se 10 euro, ka mundësi për me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Ku shkoni aty mundeni me i marr krejt informatat, mi bë pyetje çysh me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Pyetja jonë edhe ne arë kujtojmë, pyetja jonë për ditën e sotme është pushimet ideale janë. Cilat janë pushimet ideale për ty? Çe telefonata ka? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Këshike. Hajde Këshike, diçka sot si pa disponim po mdokësh? Valla ball. Se, çfarë ka ndodhur? Po pa ujë bre që 4-5 ditë. A dhe të jua? Po. Se çka po ndodha, ka punime a thjesht? Prishje po thoj. Nuk e di unë çka na po hikum, a punime, a prishje, a të banesave, a nuk e di. Nuk e di. Unë çfarë gjën, çfarë jetë jena. Na. Pra me ndo 4 dit nëse zonë të verës gati. Edhe i pyet, a din thojnë, kena një problem, a din. Edhe nuk dojnë sqarime. Një problem thojnë e kena. Unë ka më reguluar. Herën e fundit e veta më me orë me ta zgjedh. Çka than? Kur zgjo, veç manoli telefonin. Kur zgjo. Kjo është të mëshme. Dyqysh pa rrym, hajde dyqysh shtyhet, a më pa ujë. Pa boks, kanë e blen një buk 5 vjet një furë, krejt qytetin nuk jetë. A
pa ujë katastrofë. Pa ujë, para mendoj pa ujë. Po uroj që ta mos zgjidh shumë shpejt ky problem për krejt lagjin Arbria për këto pjesë paktën që kanë prek nga kjo prishje misterioze e ujësjellësit. Po tregom ti për pushimet ideale. Hajde ta ndrojna pak temën. Ku të ka ujë? Ku ka ujë? Bane dhe Dardani. Ku të ka ujë? Dardani në Lyon. Dikun që ka freskiv edhe pa ujë rrim që atë energi e bot, në shta fri makinaj, lesa naj, bagrena naj që ta bjem pak ftofësia të bjem pak një mal dikon me shku edhe mu hi e pe qitu a moshere për me ta zbut pak kuj shike se ka dhe mazi gjithë ka dhe mazi pe qitu në kereve pe qitu në farë cimentave, betonave, tekrave edhe në zetë dhe shmu pra dëgjam ju s'keni ujë, do më thënë që 4 ditë edhe është me të vërtetë të mërshme. Po tash llogarite, nëse nas kishim pas ujë, se edhe na jena në Arbri, po tash po e llogaris kështu kur s'ki ashensor 7 katë edhe dush mu furnizu me ujë ton kon prej marketit. Jo, veç dele pret apo bjen shi. Tash llogarite tash na për shembull mos kishim pas ujë edhe ish dasht me u furnizu ton kon me ujë në katin e 7 pa ashensor. S'ka këtu veç rezervori. Po, edhe ata që kanë rrym edhe ata mos me pas rrym, jesin rrugëve. Pa ujë, pa kur gjëheq. Pa ujë, krejt, pa ujë. Unë nuk di që rënën. S'di që s'po shkoni atje të veni me... Ajde, po shpresoj që ka me u zgjidh shumë shpejt. Po zgjidh. Kë problem është sa. Unë pra mu këmë thonë, po shkoj një 20 vetë edhe pa... Ba 20 vetë ata, 20 vetë s'pi marrin edhe 200. Ku mi gjeta ta 20? Ndeti. Hajde të përshëndes shumë, faleminderit. Ani do ketë kanë drejt më shkundeti. Allah inshallah na ershën që ta ujë edhe kryet në shpresojmë, faleminderit. Përshëndesim Gojshike. Ecim çka kish ndodhur prom në orën rreth 4 të mëngjesit që e kuptova prej disa informacioneve diçka në përcjell. Ja ku nis pak me dy shumë kësaj sene, dash mos ma kanë bënë informantazhe. Jo, një shok e konfirmoi që e ka pa live me sytë vet. Okej, kanë meteora që kanë rra, edhe mos u tranzit në sen. Jo, meteora kanë që kanë rra edhe ke po një pamje për ata që kanë mujt me pa, ka qenë shumë mirë. Çdo ditë disponim u bombardu kjo, bombardu ajo, domethënë u bë diçka shumë u normalizoi varguna. Si sene, domethënë nuk shet gjithçka te na. Po na jena me traumatsim. Po na jena me trauma, do më thonë një fishek zjarë me shu dikush tum nalt na dalin bon gati, po. 12 që ku për nazar. Po, çau bo, ç'a ndodhi, kush po ta se. Sa do të thotë nëse jam smooth, se nuk jam smooth. Nuk është smooth veç, do më thonë harresa ju ka lshu. Go Plus Pia energjike numër 1 vend, po vazhdon me lojën shpërblyese, ka me i dhuru 16 vetura avatar, një e ka dhuru në Kosovë. I ka 8 Kosovë, 8 Shqipëri që ka me i dhuru. Qysh më bo pjesë e lojës shpërblyese? Kur te peni Go Plus, nër ka pak e keni kodin, ato e dërgoni tek loja goplus.com me dhanat e juaja personale, edhe bëheni pjesë e lojës shpërblyese. Sa ma shumë kode që dërgoni, as ma shumë shanse keni për këtë super vetur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, more. Përshëndetje dhe për ty Batir. Si kalon? Mirë, pashat zotin baba. Po më vjen shumë mirë. Qa ka pas trejna në këtë vikend? Qa ke bo? Ajo anë kuë për 3-4 ditë na për 25-6 vjeç kena pas qelës, po I kena pas bunarët. Ajo I keni pas bunarët, qysh mi a bo këtu në qytet, do më thonë? Baris, në vjen bunari. Qysh mi a bo, po tho? Në qytet, unë që... Po s'kena ku me shku tjetër, o Batir. Jo, më stuni qashtu, se ka... Jo, Batir, më stuni qashtu. Se s'ka ku me shku tjetër. Më thonë ka njerës që... Po, Allah I dhe të negatë. Po, gjën e gatë, e vërtet është. Edhe kreti kanë mundësit për mi bo ka 2-3 shtëpia, ka një villa atje. Po ta mërë menja që kreti kanë mundësit, a? Po. Do të kaldoj diçka. Hajde kalzëm diçka. Që ka të në tem, ma shumë se 10 shtëpi jenë dalë në qyteta e kem 5 kilometra gjorë. Nuk po flas për ata, po flas për këta që jetojnë në qytet. 6 kilometra kem Mitrovicën. E po hi e kumparuj, vallaj. Qa lipe që shkove në banes? Nejse, jo s'po pajtona me ty. Së në din të Batir aty pëse ka shku në banes dikosh. S'po pajtona Batir me ty, se cilë e ka e zgjell vendin ku po do me jetu. Une do më thonë e paguj edhe pres me pas shërbim. A jetojnë në fshat, a jetojnë në qytet, a jetojnë në mal.
Nëse ata kanë për detyrë me na furnizu. Edhe nëse ka probleme do të më dalë me tregu pse është problemi, edhe me tregu me pruni cisternë me ujë aty, domethënë me pru për me u furnizu qytetar se krejt nuk kanë mundësi me ble. Nëse tregom ti mu për pushime, mos të jina kësaj teme se nervozona shumë. Pushimet ideale janë për ty cilat? Mas pari pres familjen me marrë pis jashtëmi krejt ka i kam, për t'i përqell ata me shkue në pushim një 10 ditë deti a ma shumë. Pushimet ideale për ty janë deti, do më thonë ti ki qef në brek det me shku. Valloj, po se një 35-6 herë mos me shku ma shumë jem kanë. Okej, nejse, na, s'po vesim soar, po do më thonë për ty brek deti është vendi ku mund është mi bo pushimet ideale. Mja një erën. Shumë mirë, po më vjen shumë mirë. Ba atër po të falenderoj shumë edhe po të përshëndes. Edhe unë të përshëndes ty edhe kalofsh mirë, tung. Faleminderit. Çe gjithan informacion sa i përket usjellës. A ja pas kanë kshua? Jo, veç ka filluar ma keni incizu zonin, sa të thoj ke incizota. Ja veç ai incizu mani zonin. Telefonat për po, për kompania rajonale e usjellësit po ka njoftuar se IT Ushkabaj ka filluar me trajtim pas largimit gradual të turbullirës nga kanali i Bërlepencit. Do të ka pas turbullira për shkak të disa punimeve. Prishja ta than. Okej, pas ka pas punime. Sipas tyre, furnizimi ka filluar dhe gradualisht pritet që gjatë ditës së sotme të stabilizohet gjendja që secili nga ju të furnizoheni me ujë. Domethënë arbëria nesër krejt lom. Dje ka dalë lajmi për sot që gradualisht ka filluar në disa lagje, në disa zona që janë prek nga ndërprerja, po që këtu te Kushiki alos pas kanis. Edhe njëri kërkojmë ndjes për shqetësimin tuaj që në këtë vap të mos keni furnizim me ujë të pishëm, por ju lutim të na kuptoni se këto turbullira kanë ndodhur për shkak të punimeve teknike në kanalin e Ibërlepencit që menaxhohet nga kjo kompani. Mo çto do të mi bo ma herët. Pas kanë boni deklaratë zyrtare kështu thojza, po edhe qytetari kur të telefonon edhe më kërku informacione, detaje se çka po. Në vëza ideale aty. Po ti bre, telefonata e 20-30, po ti atë çat punë ke. Po. Çat punë ka, nuk ka punë tjetër. Me ka telefonin me tregu. Se cilit se çka po ndodh kur pritet me. Na vjen kesh, kërkojmë falje, anik ne me fol se çat punë ka. Mirë, 049-978-978 edhe njerë numri i telefonit, na thirrni edhe na tregoni se cilat kishin me qenë pushimet ideale. Nesër kanë me dojnë gjamet shpërlan. Këta të arbëris nesër kanë me shkërqy. Po s'ildi ka arbëria se kam ju mytera shampan. Jo shampan. Sot për shembull mos shkoni, se po me ditë. Po, a nesër do me thonë kur del keni mi pa krejt, shkëlqym. Nesër keni mu bo këgja një fa rezervari i njërës. Të merë dandanin pak i njërës. Përnizu që baktoret. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. Kush telefonon? Alo. Sali. Hajde Sali. Apo na dëgjon mirë se pak si me vonesë po të vijnë fjalët. Vetë vonë ose diçka son rregull ose te ju ose te unë diçka. Na nuk ka mundësi se kena internetin shumë të mirë me IPCON, domethënë s'kena probleme kurrë, atë ti nuk e di. Edhe unë me IPCON aty në Kosovë kam. Mirë ka puna në Gjermani. Në Gjermani jo. Sali tregom ti. Po ti jeni mirë më pas. Mirë, faleminderit, më fal se hina paran. Mirë jemi krejt, ju ajni mirë? Mirë krejt edhe na. Ti më shikam. Si ma mirë, unë e kur qysh ati mi e shumë mirë. Në top 4? Ky me mëzis pret. Ky me mëzis, që i ko marrë dyshishe të rogovës për cimin, se disha që arbëria kam probleme anej, e thash a dërë mu la, mu shpërlana i sen, do uj bile. Të dhe më të. Lema që të vishte shos, se vish kam shef me po. Sali, cilat këshme qenë pushimit ideale për ty? Ku, me kënë, se, qyshtek, dejnë sa? Në Kosovë kam qef. Çka me pushu në Kosovë? Ku me pushu në Kosovë? Edhe në deti që tash kena me shku tajt në kismet. Ku e? Po në Itali këtu në pi Gjermanisë. Po nuk e kam qefin, që e kam qefin në Kosovë, nuk e kam këtu në. A e ku përshkoni në Itali saktësisht? Te Venecia, Jezël, nështë a i dini këto Jezël. Jo s'di se. Kom një për Veneci, po ku që shtek se di, halo? Po për Veneci një 10 kilometra janë që aty Jezël o thirat. Jezël, e qa ka aty? Aty ka deti mu la, uj. Okej, ka bregdet do me thonë. Po. Okej, mos na një gujshike atë që pas ka. Se ka sa tja shkojna. Këna qëni edhe ka lufshit sa më mirë. Edhe lojë sa më mirë se kur vjen Kosovë, s'vishka me thona. Se kur vjen këtu tani nuk e dim që është puna. Se?
Kur vjen e merr vesh, ka dalë se ke bevasia s'mujna me t'i kallzuna. Për të kalën kufirin, presim me taullë. Për vjerë, për mua do më thënë ka gushti vjerës. Tamam po veshë, mirë po veshë, në momentin më të mirë, po. Ose nalët krejt. Po, vjen tamam çatëre. Jo, vjen atë Radonici na kemi, po s'ka lidhje ka në kitë. Nuk i dihet, mundet me pas turbulenca. Po. Jo, kur s'ka shonta, kur s'nuk ka nal leve. Në Radonici jo, aty na jo. Po ndret faleminderit shumë. Çfarë mirë, jo, kalon e mirë, ju përshëndes juve. Një ditë mirë ju raj. Faleminderit, përshëndesim shumë. Mos ma vëni bidon me vetin. Okej, deri sa cimi ta bim bakuj se ka marr malli, mos harroni. A çeku. Çeku të ka, fle pak. A fle. Se po, çeku po vjen. Se ma kanë bë gati një bidon. Dhe ma shatë. Vite shumë. I shike ku po kryn. Ja, ma hek ma se lakmoj, o djallë, unë lakmoj kësi zalë, mos vaj gore. Ndëgjëm, po ma kalon gati. Prishtina-ticket.net për juve që doni me uftu. Po jo, se do është da me tregu për ta që dojnë me shku mola, më knash në Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg. Kjeshuja atje sa dush. Tash pushime bohen, muja me bohen në Evropa, pëshe? Do më thonë, hera e parë që një vatikën prej dëgjuzve që tha po shkoj për pushime në Italinë, Venecia, na i venofër, këne tani vinë Kosovë, pa. Çka tjetë ma i se? Bravo, bre. Bravo, po më pëlqen. Okej, Prishtina-ticket.net për juve që dërë në uftu, më saroni. Sa do në me najtë këni tani? Po tha, sot jesin. Sot i kushtan. Apo kuptan, do më thonë, anina e ka knacin matë modhe. Jemi drejt për drejt në YouTube, më saroni, Glam Radio 886. Glam Radio 886 në YouTube, juve që dërë me në ndjek, glamradio.fm, ose koha.net. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ti. Përshëndetje, sjeni dhe si kaloni, Abedin. Mirë, faleminderit. Ku jeni një hub krejt? Ne jemi këtu. Ne jemi këtu, e ti se di ku jetë, më thonë. As na ke pot premë. Ja, njove në kalume na këni myt. Na keni myt. Jo, bre, djallë, po dhe na e meritojna ka njerë, as meritojna dhe na pak pushim. Jo, bre, borë, ja, la hile, më shkani të dytë, po njoni rene. Po qashtu na u bo koha. Best, përshëndes shumë. Se e kom qëtu njonin që më shunas për. Jo, tjetër kone përshëndeta se pota me ty. Pse, qatë shumë të mungu ma? Vallo, ma mirë se mos me folë s'ka, thejshin për para, ma mirë për bije mos folë. Okej, për bio që të ti pak. Po ade, për bio ade? Hajde të regon pushimet ideale, cilat janë pushimet ideale? Pushimet ideale me familje me shkun pushim në Adriatik. Qka jetë të thonë? Pe Adriatiku edhe në Mole. Do më thonë njerë shkon pak në deti, i lo kom, në Adriatik dej për mi zëjt komve, do më thonë, a përdi ku e zogi i komës? Okej, dej për mi zëjt pak i lo kom, tani ka dal, apo merë vesh, ka dal molit. Mi po ju zdi. Ta një fshat mirët, me marë pak ajrë pastrët atje, me oknos. Po qysja. A bën qështu gjithë vjetë, do më thonë kur ki mundësi për me bo pushime, a bën qështu? Qështë mundësi, 7 vjetë ja bëj. Po vjen shumë mirë. Po më pëlqeshe, me mujtë me ta afru dhe ty detin nga të malit, ko ka perfekt. Asi shhongën, asi shpiti. Ja, i mu pi spijet se i gjelë shumë po nejse. Më të shëndes shumë Abedin. Te guri kusht, ti më është lokom atje. Lokomira. Ta një fshat mirën. Ani, kalofsh mirë kur shkon, edhe falenderojna që na ke thirë. Ju përshëndes dyve, jeni më të mirë. Faleminderit shumë, përshëndesim shumë. Po më dhimet besim, po thotë as dhe në dorës, po thotë që tu me shku. Durë si o lokë, o djallë. Bes me ty, qeko i kini kolege? Kur gjojsh durësi, u kanë qysh u kanë. Ta është të pak më ndryshe. Dorës, 95 euro për person, all inclusive. Jo, shokem. Herë 2, herë 4 është një lapsin. Jo, shokem, nuk është qysh po menon ti. Po, kur shkon aty më nësh me qita shtori është lirë, me thonë ja ku jam. Me shit men? Po, nuk është qysh ka qenë. Mos harroni me vizitu Auto Trade, krejt ju që po mendoni këtë vit me u bë me vetur të re e që i ka 10 vjet garancian, sepse këta e ofron vetëm Auto Trade me veturat e mrekullueshme të Toyotës. Nuk ka domethën asnjë model tjetër që ka 10 vjet garancion, të paktën në Kosovë, kështu që shkoni në Auto Trade edhe për 10 vjet do t'jeni rahat, nuk keni nevojë fare me u lodh me ushqysu se çka ndodh me veturën e juaj. Qoftë në rrugë gjata, qoftë në qytet, e keni garancionin mbrapa. Përveç kësaj keni edhe ofertat
pranverore, tash po jam të thon pranverore, averore, se shkoj më. Nuk veri, kanë dhe halo më shumë. Kështu që halo më shumë oferta ka, shkoni në Autotrade dhe i shihni, i testoni krejt modelet e Toyotës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje edhe për ty, kush na telefonon? Përshëndetje Simi. Përshëndetje edhe për ty. Nëse na shihni edhe na dëgjoni sot tu kesh pa lidhje, ta dini që Simi e ka shfryzuar rastin, domethënë kështu në maksimum sot me baj gare me mu. Arsyeja në shtapo shihet ata që në radio nuk e din. Ju se e në den YouTube. Shapeni në Fiona. Nuk shoh mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Kur i ka dal mikrofonit përpara, domethënë është ka mundohet mu mshef mas mikrofonit. Atë tregoj bre se ç'to. Tregoj, hajde. E ka harru me i kapin çika, domethënë edhe s'ka pas po. Komplet e ka lënë në ardh, unë i thash lejë se shumë mirë, çështu natyrale, më mirë me dal në emision, më u kallzu njerëzve që bën me dal edhe pa grep. Jo, hiç problem se kam me dal. Kjo se ka problem. Po, do më thonë pak u ngushtoj edhe ke mos petuti ndaj kënd se jo. Mundet më vrish bak kështu që si pas shef, si më na i grepara. Original që kjo është. Unë të shë si të fuat, fjonën se këtu nuk dalin as në rrugë, për pa me i kap. Jo, e valla, nëse s'është hera e parë dhe vitin e kaluar se s'ka bëjmë dalë që shtu pa make-up. Po, vërtet. Ama atëherë kam dalë qëllimisht, sot kam dalë kështu. Të dytë jena pa make-up sot. Natyror. Po bra, verës është. Jemi të dashme për që mesazhe pozitive për self-love, etc. Kysh janë edhe do organizota kësia se po nejse. Tash kanë me më thirë ren. Kanë me të morra ata të organizotave. Shikoni se si moderatorja doli në ekran pa make-up. Pa make-up, po. Kanë dalë edhe do që si ftyra tjera publike të sim, a mos i ka njoftë kërkosh. Tash po di mua një në edhe pa make-up jam sot, domethënë as si kum rregullu flet. Ama je qith. Kur jo, po tap. Po kesh atë pa, ka marrë shumë zunë. Nëse po dalim tem. Pushimet ideale. Ç'shto? Pa make-up. Spori përshëndet Dani nga Klina. O, mirë se na ke ardhan. Mirë se të mëzit. A se njoftë të ishtë ashta? Po thot Dani nga Klina, po të mëson që është këtu tash. Nga Klina, që sa është ku në kin? Edhe që shpo kalon, a gjete uj, a gjete rryma, qka... Po, se na në këtë rregull, po fatë këtë qeshtë në Klin uj shpijet kërë. Se? Ja, këtë se dini ja. I përzijet uj atje. Okej, do më nuk është i pishëm në shumisën e lagjeve? Nuk është këtë komunën e Klinës s'ka është me u qërës nuk pijet ujtë. Okej. Furnizimi bëhet i shku në istagë të u furnizun njërë, ka, mba, sa mo, kështu për me ladi, shka me bëve që është shumë i kesh. E qysh nuk është gjithë as një zgjidhje që 25 vjeta? Kam pas do t'rubullira. A one, para lufte këtë më shku në shkollë, ka pas ujtë pijet. Kush me zgjedhë e fiu. Se këtë nuk i shkollë në qka ka ndorë, nuk e di, vista shpijet, po pat këtësisht. Po pa hinë qërë. E ku kishin me qenë pushimet ideale, Dan? Përveç Kosovës. Verës në dieti sepse mode më thonë eci shumë anë ku në Austria që ka monde të mira. Edhe eci kështu gjatë ditës. Që shtu ta kumni me për pak. Po ke konë në kim. Tash të me shku dieti pak që të në afe. Edhe në Itali ku thaj tjetëri dhe gjuhë që ati vjezërë që në 3-4 vjetë, ati po shkojmë ka pak njërë. Pidi në sanet jo? Pidi në sanet? E që shtu pe plëtsojmë. Mirë shumë. Dan, Knaqo, uroj që e ke gjithë familjen mirë, vetje mirë edhe shijoj pushimet. E falinderit shumë, ju përshëndet. Hajde të përshëndes edhe në shumë, falinderit. Ciao Tung. Para se me marr telefonatën e radhës, mos harroni që Ventoro Motors po vazhdo me u dhuru një vit derivate juve që i zgjellni motorët deri në 125 kubik. Pra, nëse shkoni te Ventoro Motors tek Automita me bleni motor deri në 125 kubik, deri tash një vit derivatet i keni pa pare. Kjo ofertë po vazhdon, edhe ju mundeni me shku me kap këtë super ofertë tek Ventoro Motors. Jo, të i pritë do telefonata specifike, a din që thojnë? Po folje, ma mirë s'po. S'pe kalzona? Okej. Alo, përshëndetje. A din të që më thëshin pse e ka që? Alo, përshëndetje sim. Si kanë s'po thirrën ata, kush ta ka telefonu? Ramiz e këtu në telefon. Po qysh je Ramiz? Mirë, jo si jeni? Qysh po kalon? Po ka përcel, qështu? Qysh po ka përcen? Me temperaturë. A ki qef me konë temperaturat e nxehta ajo se që tu e kom një farë problemi, ka njerë për lypim. Mos po thot me temperaturë, mos je smut, Ramiz. Temperaturët në nxehtë, kështu po, mund të jo bre 28 është. Jo, tamam. A është tamam? 28. Tamam është. Deri në sa mund është me përballu kështu temperaturën që nuk thu nuk është nxehtë?
Dej 30 gradë. Dej 30, tamam e paske. Gat. Tamam. Po dhe seriozisht se ka shumë prej atyne që po ankohen, po dhojnë nxeht, çfarë nxehti tamam është. Jo, vetë nxehtit knas. Po ç'jo. I ftoftit fladit. Hajde tregon Ramiz për pushimet e tua. Cilat janë pushimet ideale? Nuk do me thonë që edhe nuk i keni bo, po ka vasi raste kur menon që pushimet ideale për mu kishin me qenë. Tash ti tregon atë cilat janë. Po për shembull deti. Më pushu. Do me thonë edhe ti e ki detin, si pushim ideale e ki detin. Po bjesë edhe ato janë pushime ideale, edhe ato janë të mira. Po cilat janë ma ideale për ty? An deti, an bjeshk? Deti ma ideale. Do me thonë edhe ti e i detit. Okej, faleminderit shumë që na ke thirrur Ramiz. E pas një pas ditë të mirë. Po shkojmë te Nolbe shpejt. Hajde po shkojmë. Po shkojmë Najsa. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Po rikthehemi e po vazhdojmë po presim edhe informatat rreth komunikacionit në 04998 pjesa e Veternikut nga lart Veternikut është me kolon deri tek rrethi duplex, rrethi me flamurethi i spitalit, rrethi rrugës B shumë i ngarkuar, pastaj po shihet edhe pjesa e bulevardit Bill Clinton për tek udhkryqi i katedralës me kolon. Rruga Tirana ka kolon në drejtim për tek rrethi brapa stadiumit Fadil Vokri. Mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërblyese te Petrol Company ku shkoni me rimbush makinë me derivate të cilësore me çmimet më të mira, ju që rimbushni me derivate në vlerë më shumë se 10 euro, bëuni edhe pjesë e lojës shpërblyese sepse shumë shpërblime po ju presin tek Petrol Company. Ja ku e kemi telefonatën e radhës. Ciao bo. Ke shtu fol me do agjensione për mes po më thirin. Po. Mes natyral. Mes natyral. Çe telefonata? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Qashu? Enisa. Enis? Qa është ky seriozitet? Na di shumë të kesh? Vëllaj, lakmi për marë për shazë. Se që ndodhi? A je mirë? Pak me thonë. A, me shëndet nuk jem punë të mira, që fa u bo? Po, me shëndet në pos probleme. Hajde qofte kalume? Falenderit shumë. I përshëndes jonë të ka bo vest se po duke është si ku. Mësë ja bor rafsh, mësë ja bor rafsh. O arse, që është naturale se me kap për di kreq po bojë. Gjithë këtë frizur të jeta bona, gjithë këtë investim dhe më thonë. Unë e s'jam, si ja bëj rafsh kërkuna. Edu, se du. Po vresh jeta. Po për që ato po thu po do kësh mirë, se mos të më shetë ashtë. Valaj. Kishe gjithë në isen. Jo, vëllaj, po duke Unë nuk daluva me të thonë drejtën që i pa me ta. Qa u boja ke nëllë televizorin kredi vish për në ngën kështu? Ska mujtë me popri shkëllqimit, vezullimit. Tu bo dritë. Enis, tëre pak, unë e kom thonë që na i na pa komplekse. Po, heq problem se kena. Të më thonë, heq problem se kena, a i përsërisim teshat e Minimaxit, a dalim pa make-up, cimi zakonisht njavë del pa make-up, a vdin tjerave arë kujdesit pak, po nuk e ka problem, Hajde të rëgam ti për pushimet ideale, sidomos tash që s'ko keme shëndet mirë, garantve që të menu ku me shku, ma shpejt me pushu. Ku këshën e qenë? Veç jam të menu këtë verë, po me ndaj me shku dikuna i natyrë, po so këptohet, në malë dikun po me ndana? Okej. Po. Edhe ti e për malë? Edhe dikun, po na i farë natyre. Ka po do në me marë malin kismet? Për mu i shkon ideale qaja natyra, këtë vetë natyra. Okej. Ka shumë venë në Kosovë që për një me jenë edhe të shëndetshme? Po, javlin me shku, Prevalla për shambull tash nuk pëdi? Edhe në detis po di, po nuk bestaj se... Ani, bëm pak atje, të dyat janë të mira. Po shkoj shpejt të këthi unë det. E di. Faleminderit shumë që na telefonove edhe të uroj shërim shpejt, çka do që ka ndodhur, uroj që me kalu sa më shpejt edhe mos mu përsërit më. Faleminderit shumë. Mo para prakisht e kisha qu deri në Suez. Pa qysh jo. Të kisha qu pak në Suez e njës për vjen. Pa Anis? Ja shkaj Anis, a vet. Krejt ju që doni me kalu një vikend romantik, një vikend relaksus, një vikend me naj aheng familjar, diçka që ka do qoftë Suisin e keni në qendër të Prishtinës,
ka super tretmane të ndryshme nga më të ndryshmet me produktet më të mira, kështu që shkoni atje 038 220 000 është numri i telefonit. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës, Viber. O, përshëndetje juve, më të mirëve, ju uroj një fillim në bar. Çka kishin shu ju jashtë toksor diçka në Kosovë, shishin do turon diçka. Çka na keni shu? Ça jeni tu bote apo atje? Nuk e di çfarë shkokan tu. Okej, sjell të ju. Okej. Janë ata reptiloidët, janë me siguri ata bojnë eksperimentet e atij. Fala, Kështë menu Arsem. Kështë menu çka do të na thon natyra me këtë eksperiment tek fjora sot. Kur shojt ska dosh na. Jashtë toksor me ditë ti çka kombone para se me hin emision. Jashtë toksor më stregoj nëse do më thonë thasha kam çdo. Nuk e di as. Po çysh se di. Shko deri në tualet edhe shajë. Po çysh se di, po ma merr mendja. Pak krem do di do të thonë. Pse i bën këtë eksperiment? Të femrat, a ki po këto dy shoqë kur janë me bë me lavdru njëna tjetër më thon sa të dukesh bukur, thotë pse atje më do keqa. Po dhe është vështirë. Vështirë me lavdru. Jo, s'është okay, atë as faleminderit thom, se dyqysh pajtona me. Ja mirë po dukesh jo, mirë po dukesh se po bëjmë gol. Jashtë toksor. Lek këto sana mos bë rrafsh lut, ha? Tregoj dostit ku i kishe bë pushimet ideale. Alla unë kam pak problematike pushimet. S'du me zgot se po them të zgotshëm, çore. Unë nuk kisha pasë me në vend 10 ditën e parë pushimeve kisha pasë me kalederu, me livrit, herë në vend herë në tjetër. 10 ditën e parë, se sa pushimet e tua njëri. Kallzej, ai kontrona. Çish? Sa zgjasin pushimet e tua? 10 ditë e parë. 3 javë minimumi. Edhe 10 ditën tjetër kisha pasë me një vend me livrit vendit thjesht, mund të me pas internetin, një laptop aty me pas, krejt studio që kam, edhe me këshyrë edhe break, do më deti me këshyrë, sa di që pa thujnë. Se po thoi një deti shtrajt, ku ma bre deti shtrajt deti pa porë. Deti shtrajt. Ani zallit të shtrajt, se këni ka ujë loqë. Po një e gare se së shtrajt. I pata gjithë 1.000 lek vitin e ngalum. Po, u dalë në plus. Që 1.000 lek, ku qashova. A djetra treja. 100 me adha tyne i vjen 100 i vjen, me adha tyne. O dhe se ta përna sa djetra treja. 10.000 se kom qitë kafe. 10.000 o qëra madhe. I pas kanë të pru një kafe një uj. Hajde të regom, tani mas 10 ditë që të por? Po, sash, 10 ditë që më shëftit gjithë ka, do më ju me një vend statik, 10 ditën tjetër kisha pasja me net statik, do më mes me livrit vendet, një laptop, internetin e mirë, me më i kanë mbrëmje emisione ka herë, a vjen çështo. Faleminderit, je i mrekullueshëm. A më shur ditën gjithkohë, kaloni me çata që po gjujna se thuj, po thot arsimi Maxi Sen aty. Ai se kom e studiu shtash, kom e imi këshirë. Elsa Homo për juve që dëni me, jo si në nevoj me studiu, po jo dhe mundini me shku me studiu atë, se ka shumë mobilet mira. Dojnë këgja studim, a? Po qysh jo, se ishe një sajën, po komode, anek, ne, pse kjo me kësi materiali, ajo me kësi materiali, studion ish lirë, se kini qka. Edhe kini përveç asojnë, kini në zbritje, plus e kini atash bedding për juve që kini nevoj për dyshek, jo ma fort, jo ma bot, jo ma nevi, ma knej. Tek Elza Home, aty e keni edhe atash bedding në Çaklavic kilometrin e 6 drejt Ferizajt nga Prishtina. E mora. Ndrejt bidonin, a e ki ball? Jo, mas emisionit e doni bidonin, diku shamponin, ne shkojmë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Miniria prej Norvegjis. Edhe një emrin? Miniria. Miniria prej Norvegjis. Hajde Miniria, tregom ti ku kishin me qenë pushimet ideale për ty. Pushimet ideale për mua, bog edhe prevall. Bog edhe prevall, do të thonë mal. Ja. A detin sta don heqa? Deti, na kontrësitash ishim desta. Okay, pas ke kry me deti. A ti Norvegji, ai viziton malis shpesh? Se do të thonë çfarë natyre ka Norvegjia? Vizitojnë ka plazha, ka kretjen, po. Super. Okay. Po mirë. Faleminderit shumë, të përshëndes. Një përshëndes. Hajde, tung. E di që e do një vene e juj, edhe kena vene të bukra, do më thonë, veç tash. Nese, amo, do më thonë, pushimet ideale, unë mene që do të më kalu në Kosovë. Jo. Por ke diasporën, po qështu mene, jo ne? Po mi të bën një farë kombinime me bosi. Pakatje. Jumë dalë, do më thonë, këtë vikend, edhe pat ma pak bashkëdhëtar, do më thonë që kanë ardhur prej ma pak rini. Edhe poshtë jeta e natës nuk e qysh me ne shone që do të me kanë.
Kështu që po. Janë tu përgatit edhe këta këtu, janë tu i mbledh forcat, edhe xhepat. Hajde ju lutem. Ama me këto çmime që keni nis, do me thonë edhe vet gastronomët. Edhe vet gastronomësim po e potencojnë që janë tu abuzu me çmime. Po, kolegët e tyre. Vreke, do vene nuk ta merr kemenja që jenë Prishtinë hiç. Janë tu abuzu, janë tu shfryzurasin e rritjes së çmimeve në gjithandej. Dhe tu i bo çmimet enorme, domethënë veç si në kohën e pandemisë. Po. Ta kanë bo paracetin 5 euro. Tretjen 7 euro, më veç pse kanë mujt. Alo. Përshëndetje. Kush na ka telefonu? Fshi. Në ndëgjuse nga Anglia. Në ndëgjuse nga Arbria. A dhe ti pa ujë, ha? Nga Anglia. Anglia kishte nga Arbria, vërse. Atje kjo nuk i krejt. Na kom disu jem krejt, valla. Jo me ujë e krejt, me ujë. Në për ujë. Me bidona jetojnë këta. Apo për vuni kanë. Jeni si po kalen. Po ndëgjuse. Pushimet ideale për ty cilat janë? Më të mirat që ekzistojnë pushimet ideale jam një herë mas porin Kosovë. Në Kosovë do më thonë knaqë. Manin tem të gjem të mirë një me. Ta një fshot mirë. Mas një avdite edhe në ty ashtë. Tam që mas një avdite që qmollë me ata familjen e ngusht. Ta një shkëthuj që jam ku durës manin. Ja, tani. Po të? A më një avdit në arë pak në Kosovë më knaqë bre këjshike? Pas me atë mirë një herë jetë i bestoj livritike. Qashtë, po më vjen shumë mirë. Faleminderit shumë, fala krejt shqiptarëve në Londër atje, se shumë jeni. Shumë jena. Shumë jeni, di. Edhe mi përshëndet krejt. Përshëndes dyve jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Tani e fshat mirën, tu kalofsh mirë. Hajde, më pas ka kohë edhe për këtë. Paska. Mendova që jemi ka fundi, po pas ka kohë për telefonata. Mos harroni ju që ushtroni, ju që doni me inajt vetës gati, edhe me konsumu sa më shumë proteina, sidomos në këto ditë të nxehta, edhe që duhet me konsumu ujë njëkohësisht. Linjen e ZOT e keni në përkrejt marketet e Kosovës ZOTT. Kështu shkruan, edhe keni pudinga të ndryshëm, keni pije të ndryshme me 27 gram protein, pa sheqer, pa gluten, pa laktozë, domethënë janë ideale për sezonën e verës. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Jo sa telefon. Jo, ç'është? Po më duket e gonu dëgjuesit më rrapsht ke ndryshe jam të ju nisë. Jo, është në telefon ka thirr. Pas ka orë në Kosovë. Hajde, a është e vërtet? Kjo që flitet? E din, zoni ku sa di, e din se ku jem da. O, s'ka ro dje, s'ka ro atu në qelë, po jo s'ka ro. E din që gjithë thirën Viber, ta është për thirën telefon, fix, normal që dina që e Kosovë. Mos ja spego të lej njerës që shto. Jo, vish mos menojnë që ka që meqëm. Po qa që meqëm jem, ti me kone kështë dit, pëse qyshe dit, a unë nuk e di ku më thirë, se ti pranë në thirjet. Unë e me zonë, e një. Joz. O Joz, po që le zonë. Sa më nervoz tash. Pushimet ideale. Pra në miksetës. Po që më se njëse ka të më lutë kuja dhe po shtë të shkëm të këtisi. Po ndërë po më shënë ke venë. Nuk po të shënë. Kuja ke mësy? Haj se të shënë. One, po se ti nuk e, ja, më qërë kërë dalën nuk e këshyri ku e teke. Po do në me shku? A më do në shku në Shqipni, a më do në shku në Kroaci, a në Greqi, ku? Ja, në Shqipërije. Okej. Po Shqipërije. Po për hata, ti ku kësha shku e? Në Split kisha shku se Hajdukën që kërë në më dash për shpjerë. Po që ashtu dhe që do janë pushimet ideale, se ju po më tregoni ku i bëni pushimet. Po, jo. Ideale cilat janë për juve. Pushimet ideale për mu i shëngon në Bora Bora, i shëngon në Maldives, i shëngon në Tajland, dhe në ishë i të tjerë të largët. Ibiza. Jo se kom dash për shpjerë, Hajdukën e kisha pas të shpjerë. Hajdukën e Splitit klubin e futbollit, mos kuptojnë a i sen tjetër po. Po me të kisha shku në stadion, kisha shku edhe mu kisha shku. Nashte kisha në u pak të në kisha ditë kur ma atër në atë kohën. A një shtrëngohë mirë ka gjepi edhe niso, qa po tanin? Jo, ajo në ngusht. E ola shlirau atje. E ola shtrëngohë mirë, se 25 ore një pasta. E kështu pa dhe orë, po më thëtë bodë të monu, po jo, po më qore pak të tomë. A më në dheni për më shëtë, nuk e di këse. Edhe pak, se haloj e fresh, bisa ke ardhë. Kalojnë, do ditë tani. Jo, e bona një javë t'i shka. E të s'pas ke buku me disë shka. Jos, pushimet këndshme, knaqo, falimderit edhe na thirë tani ku do që të shkën. Hajde, falimderit shumë. A kena ku po pe marrë më dhe telefonatën e fundit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kushta përshëndet?
Një Zoj nga Besiana. Oj Zoj, si kalon? Mirë shumë, po dukni shumë mirë. Faleminderit. Kush ma mirë, haj. Kur njet ma shumë rrafsh dikush s'na ka bo. Jo. Keni kënaqur me rrafsh. Ani dhe kena nevoj, ka njerë dhe ramen apo rrafsh. Ne vërtet po dukni shumë mirë edhe për udhëheq një misionin shumë mirë. Faleminderit. Jena shumë natyral sot. A e ka një atë pjesa se ka një? Jo, s'ka lidhje, jena natyral shumë, Po më mirë. intereson a e ka një. Po normal natyral jeni. Po, hajde tregona, lutna, pushimet ideale për ty, cilat kishin me qenë? Pushimet ideale për mua kishin me qenë mas pari në Kosovë. Me shkuan në Bogë, me shkuan në Prevall, vendin tim. Do më thonë, tani çka tje? Nëse në amrin gjepi, me shkuan dhe ndeti. Cëllin vend kishe pas qef, kishe menu që jem pushimet ideale, në cëllin bregdet ishe knash mas shumë ti? Cëllin bregdete, në Antali isha knash mas shumë ti, edhe kështu ashtu i kam dojt atje në Antali. A i ki dojt e fort? Shumë fort i kam biznesmena. Shumë mirë. A ka në hotel ata në i resort? Pret në dhuj mesën. Kanë mesën të shumë. Hajde Zojt, faleminderit shumë që na ke thirrë. Ju përshëndes me gjithat mina. Faleminderit edhe na përshëndesim. Mrekullueshme. Faleminderit secilit prej juve për telefonatat që keni bë. Vazhdonin pjesën e dytë glamradio.fm. Për juve që doni me na ndjek përmes VPAC-s ose diasporës, përndryshe ju tjetë 88.6 deri nesër mos harroni me bë ata që doni me bë gjithmonë me shumë dashni. Një këshill shpejt për ata që vëllojnë në shku pushime ideale dhe me bë atë pyetjen ideale, atë propozimin ideal. Shkoni në Rubin, keni linjën e diamantëve të mrekullueshëm. Edhe keni stoli nga Ari 14-89 karat shumë çka keni atje, kështu që shkoni në Rubin e keni në Albin katin e dytë në Ferizaj edhe në rrugën Garibaldi. Përndryshe shihemi nesër.